O Zot, në mëngjes dëgjon zërin tim, në mëngjes do të lartoj drejt teje lutjen time dhe do të pres. Është hiri i Zotit që nuk jemi shkatruar plotësisht, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rritet çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Zoti më ka dhënë gjuhën e dishepujve që të mund të mbaj me fjalë të lodhurin. Ai më sjon çdo mëngjes, zgjon veshin tim që unë të dëgjoj si veprojnë dishepujt. Kjo është dita që Zoti ka bërë. Le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të. Lutja. Perëndi, unë lutem për këtë ditë të re, për bekimet e tua, për favorin tënd. Unë shpall që këmba ime nuk do të pengohet. Vajosja jote sot do të jetë mbi mua. Mbro familjen time dhe miqtë e mi. Në emër të Jezus Krishtit unë lutem. Amen. Mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaj Perëndis me anë lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim, dhe paqja e Perëndis që atë kalon çdo zgjuarësie do të ruaj zemrat tuaja në Krishtin Jezus. Mos u brengosni pra për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për vete, se cilës ditë i mjafton pikëllimi i vetë. Sepse zemrimi i tij mban vetëm një çast, por mirësia e tij mban një jetë të tërë. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthen një britëm gëzimi. Unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën në për të cilën duhet të ecësh. Unë do të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty. Sot në këtë ditë unë mbështeten tek fjala jote dhe premtimet e tua. Unë zgjedh sot të besoj ty për të gjitha ditët e jetës time. Ti, o Perëndi, ke mendime paqe dhe jo të së keqes, për të më dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Unë zgjedh të besoj ty. Në emër të Jezus Krishtit unë lutem. Amen. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë time. Sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar, dhe unë të dua. Unë jap njerëz për ty dhe popull në këmbim të jetës sate.